Përshtypja ime është që pas zgjedhjeve të 9 shkurtit, udhëheqja e LDK-s u pa nga qytetarët e Republikës si bllokuese e çfarë do bashkëpunimi. Tash, në kushtet kur del subjekti i tretë, edhe me një dallim të madh prej të parit, e jo të vogël edhe prej dytit, të mos dëshirosh as të komunikosh, as të takohesh, as të bashkëpunosh, nuk mendoj që ka qenë racionale, dhe në anën tjetër nuk ka pasur as një lloj alternative se si të ecet përpara. Në këtë kuptim, ka mundësi që një numër i konsiderueshëm i votuesve të Lidhjes Demokratike të Kosovës që kanë dashur ta shohin koalicionin me vetëvendosje në legjislaturën e kaluar, janë larguar prej mbështetjes LDK-s, sido që tjetë tash me rezultatin e 28 dhjetorit, me krejt ta çfarë ngjau në vitin 2025, ne nuk kemi më absolutisht asnjë pengesë, asnjë blokadë që të ecim përpara dhe ta formojmë